A mendon që edhe Kosova si shtet ndoshta nuk ta ofron mundësinë për edhe me njek pasionin, por njëkohësisht edhe pas stabilitet. Ose me njek veç pasionin me lo stabilitetin. Jo, pasionin e kena si diçka që është tepër që ta ka njerëzve pak jo stabil, pak si ma atlik, pak si ma sentimental. Atë pasionin nuk është për njerëz që duhen me arrit sana. Çështo është vlerën. Çështo është koncepti po më. Po, vjen se kujtosh pasion, shumica këto e kuptojnë që një diçka që vjen që nuk qënë për para. Ose është seksuale, ose diçka vjen. Po, mundet me konë edhe ashtu. Ule për shembull po foli për veti, kur kom fillu me muzikë, e kom pas për një më shumë pasion, edhe s'kom menu që në herë një jetën tamë kom e bu diçka tjetër. Po unë si teenager, si adoleshente, kom punu me organizata jo qeveritare. Edhe kom përkthy, kom kriju filma, kom përkthy për një që... Kom hustle, po, ama për shembull unë kom vullnetare. Nuk është që jam pagu për qatë punë që e kom bu. Po më kanë ndihmu mu shumë me u kriju si person, edhe me kriju identitetin. Po, edhe kom do ashtë me hesi vullnetare për me pa qka është me punu. Qysh është për me punu. Edhe kanë diku shumë në mindsetin tam, që ndoshta të ketë ka mendu që unë s'kom jetu në bej. Ama gjë që ty s'ka vyh heq për shembull, si këngëtare. Si këngëtare s'm ka vyh, po më ka ndihmu shumë si personalitet, si karakter, në formim të karakterit më ka ndihmu shumë, edhe e kom pa që unë ndoshta kom mendu se kom pa edhe shumë filma që atë jo ki talent edhe ti ki me hes përpara se ki talentin. Nuk është ç'ashtu, tash duhet me thonë tamam troç kështu se nuk është ç'ashtu. Fatkeqësisht ti duhesh me pas talentin, po duhesh me pas edhe njerëzit të cilët të çojnë përpara, sepse këtë vetën munohesh, e shtyn dedikon, edhe diku lodhesh, atë edhe thu ku, s'po moj mo, atë ti ku më